Agron Alien e kam takuar për herë të parë në vitin 1972 në opera, po regjistronin baletin Halili dhe Hajria të Panajot Kanaqes. Pas viteve 90, kur filluan spektaklet në televizion, kemi qenë bashkë në realizimin e tyre. Baleti është një art që kërkon punë të lodhshme dhe përsosmëri nga ana artistike. Ai dalloi në këtë drejtim. Por e veçanta e tij ishte diku tjetër, vlerësimi që kishte për kolegët. Këtë e kuptova në një intervistë që dha për Panajot Kanaqen në dokumentarin që bëm për të. Por edhe për një artist tjetër, ja, dëgjojeni. Për mua fenomeni Çeliku në koreografinë shqiptare ka një rëndësi të veçantë, sepse ai mbart të gjitha vetit më të bukura të artistëve të shquar shqiptar, si të koreografe, ashtu dhe të solistëve valltar. Çdo gjë që do shikoni në këtë spektakël, në këtë recital të Xhep Çelikut, mund t'ju them që është mundi dhe djersa e tij, kërkimet që ai ka bërë 2 vjet rresht, i mbështetur në ritmikën popullore, në botën, në këngën, në vallet e popullit. Dhe do doja ta shikoni Xhepin mbas çdo prove të djersitur. Prandaj puna që kam bërë me Recep Çelikun ka qenë një kënaqësi për mua, sepse kam parë vazhdimsinë e koreografisë shqiptare. Kam parë që ai vetyt të njeriu të fuqishëm, të njeriu të shumë të talentuar dhe të njeriu që ka një vullnet çelikt për të arritur qëllimin e vet. Ky është një fragment i shkëputur nga materialet që ruaj për të. Na hapin e qikë dritat, vetëm një sekund, na hapin dritat komplet. Edi, është e mundër vetëm 1 minutë me hapin dritat?